orëve të fundit janë në fakt disa të tilla, por që në një mënyrë apo në një tjetër lidhen me privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani dhe me masën e vendosur ndaj ish kryeministrit Berisha, arrest shtëpie. Ka qenë gjykata e lartë në fakt që kalon në fuqi pak çaste më parë sekuestrote SPAK në zyron Pustina në funksion të hetimeve për privatizimin e ish kompleksit Partizanit, teksa dua të rikujtoj se vijon në këto momente seanca gjyqësore që po mbahet për ankimimin e vendimit që dha më herët SPAK për ish kryeministrin Berisha, duke mos e lejuar atë që të marrë pjesë në seancat plenare si deputet i Kuvendit të Shqipërisë, që ka në një lloj mënyre mund sjellë dhe rrezikimin e mandatit të tij. Për të dyja këto çështje, unë do të jem në komunikim të drejtë për drejtë me Keti Banushi në këto momente. Keti, të përshëndes, dua që të ndalemi fillimisht tek vendimi i dhënë nga gjykata e lartë. Çfarë do të thotë diçka e tillë? Në fakt është një kërkesë që është bërë nga studio ligjore Pustina, drejtuar gjykatës së lartë, e cila ka ankimuar sekuestrot që janë bërë në kuadër të hetimit për kompleksin Partizani, privatizimin e kompleksit Partizani. Një pjesë e mirë e dokumentacioneve janë përfiluar nga kjo zyrë, madje prokuroria e posaçme ka sekuestruar edhe kompjutra dhe sende të tjera të kjo zyrë në kuadër të hetimeve. Kanë qenë një ankimim që ka bërë kjo zyrë duke i quajtur të palishme këto sekuestro, si në shkallën e parë në gjykatën e apelit, por edhe në gjykatën e lartë, duke drejtuar gjykatës lartë dhe pak minuta më parë trupi gjykues e ka rrëzuar këtë pretendim të studios Pustina në lidhje me sekuestrot. Çka do të thotë që sekuestrot e prokurorisë së posaçme që janë bërë në këtë studio në kuadër të këtyre hetimeve janë quajtur ligjore. Pra ky është vendimi që është marrë në dhomë këshillimi nga gjykata e lartë. Ndërkohë sa i takon çështjes tjetër, pra janë dy avokatët e zotit Berisha, të cilët janë aktualisht në gjykatë në seancën e cila po zhvillohet, ku ata kanë ankimuar vendimin e prokurorisë së posaçme, e cila nuk e lejoi atë të merrte pjesë në seancat plenare, megjithëse sipas avokatëve kjo është një drejtë legjitime e tij, pasi ai është një deputet dhe nuk i është hequr ende mandati. Prokuroria e posaçme ka vlerësuar të paktën në përgjigjen e kthyer që ai është dhënë në një masë sigurie arrest në shtëpi dhe si e tillë, ai ka të gjitha kushtet si një person tjetër në një masë tjetër si ta ditë arrestin në Burg dhe nuk mund të lejohet për këtë arsye ose për këtë shkak që ai të marrë pjesë, të dalë nga banesa dhe të marrë pjesë në seancat plenare. Gjithsesi ky vendim i prokurorisë së posaçme është kundërshtuar nga avokatët. Kjo është seanca e dytë në fakt që bëhet. Në seancën e parë ishte gjyqtarja Irena Gjoka, e cila shtyu pasi nuk ishte ardhur nga vetë zoti Berisha njoftimi i firmosur prej tij nëse kishte marrë dieni apo jo për seancën, ndërkohë që ditën e sotme është ende duke u zhvilluar, pra që në orën 14:30 është seanca që po zhvillohet dhe është po gjyqtarja Irena Gjoka ajo që po e shqyrton, megjithëse nga ana e avokatëve është kërkuar për të katërtën herë përjashtimi i saj nga gjykata. Nuk kemi ende një vendimarrje, pra seanca është duke vijuar dhe janë avokatët të cilët kanë ngritur pretendimet e tyre duke kërkuar leje për që zoti Berisha, pra duke kërkuar rrëzimin e vendimit të SPAK në mënyrë që zoti Berisha të marrë pjesë në seancat plenare. E qartë, Keti, do të mbetet për të parë vendimi dhënë ditën e sotme. Unë falenderoj shumë për raportimin dhe detajet që ndave me ne.